Bukurit e xhenetit. Ania e udhëtimit në botën tjetër, këtë herë ka qëndruar në brigjet e objektivit ton, pikërisht mu para derës së xhenetit. Profeti alayhis salam, sa herë që i jepi rasti, u fliste muslimanëve dhe shokëve të tij rreth bukurive të xhenetit dhe kënaqësive të pafundme atje. Në një hadith kutsi, thot Zoti i Madhëruar: "Kam përgatitur për robët e mi gjëra që nuk i ka parë syri, nuk i ka dëgjuar veshi dhe nuk i ka imagjinuar kush." Sido që të përpiqeni, kur nuk do t'i arrini të imagjinoni bukuritë dhe madhështinë e xhenetit. Gjithë kënaqësitë dhe begatitë e kësaj bote janë një pjesë shumë e vogël, që as nuk mund të krahasohet me ato të xhenetit. Termi dynja ka kuptimin e diçkaje të pakët dhe të pavlerë. Profeti alayhis salam çdo gjë të kësaj bote e lidhte me ngjarje dhe ndodhi të botës tjetër. Pak para se të falet namazi i drekës, profeti alayhis salam i këshillonte muslimanët që të mos faleshin, pasi në ato orë temperatura e zjarrit të xhehenemit arrinte kulmin. Me këtë, ai kërkonte që muslimani të jetë i lidhur me botën tjetër, ta kujtojë atë në çdo çast, pasi vetëm kështu do arrijë të rezistojë tundimeve dhe joshjeve. Sa herë që të vuash nga vapat dhe temperaturat e larta, kujto zjarrin e xhehenemit. Ndërkohë që kur të ndjesh vlladin pramberor, aromën e luleve, cicërimat e zogjve të tjerë, çoje në mendje xhenetin me lulishtet e tij të pafund. Thotë Zoti i Madhëruar mbi temperaturën e xhenetit: "Të mbështetur në divane, ata nuk do të kenë as vap dhe as ftohtë." Sura Insan 13. Para derës së xhenetit, të gjithë njerëzit do të fillojnë të takohen me të dashurit dhe familjarët. Ata janë në pritje të njëri tjetrit derisa të bashkohen përfundimisht në këtë vend. Më parë, atyre nuk u është dhënë rasti të takohen dhe të përshëndeten, secili ka qenë i angazhuar me hallet dhe shqetësimet e veta. Profeti alayhis salam do të jetë duke u lutur për umetin e tij: "O Zot, shpëtoj! O Zot, shpëtoj!" Pasi të jenë grumbulluar të gjithë tek dera e xhenetit, profeti alayhis salam do të vijë të hap derën. Profeti alayhis salam e përshkruan gjerësinë e kësaj dere, sa distanca mes Mekës dhe Basras. Ai do të afrohet dhe do të trokas mbi derë. Nga brenda do të dëgjohet një zë: "Kush është?" Profeti alayhis salam do i përgjigjet: "Unë jam Muhamedi, biri i Abdullahut." Zëri nga brenda do të thotë: "Jam urdhëruar që mos ja hap derën askujt përveç teje." Me t'u hapur dera, të gjithë do ndjejnë aromën mahnice të xhenetit, do shohin bukuritë e tij, lumen që rrjedhin, shtëpitë e floririt, diamante, pallate të zbukuruara me perla dhe gur të çmuar, hyrit e xhenetit dhe melekët që urojnë mirëseardhjen. Të gjithë do të turren për të hyrë brenda dhe për të shijuar këto kënaqësi sa më parë. Thotë Zoti i Madhëruar rreth këtyre çasteve: "Ndërsa ata që janë friksuar Zotit të tyre do të çohen grupe në xhenet. Kur t'i afrohen atij, dyert e tij do të hapen e rojtarët e tij do t'u thonë atyre: Shpëtimi qoftë mbi ju, ju keni qenë njerëz të mirë, andaj hyni në të dhe qëndroni përgjithmonë." Sura Zumer 73. Me të hyrë në xhenet, ndoshta do të ulesh të pushosh dhe të marrësh një frym nga vuajtjet dhe paniku që ke përjetuar pak më parë. Ndoshta do të fillosh të mendosh edhe rreth atyre të cilët nuk e patën fatin të përjetojnë kënaqësitë e xhenetit. Kjo për shkak se ata kanë jetuar në errësirë në dynja, nuk e kanë shijuar ëmbëlsinë e adhurimit të Zotit, nuk i janë bindur dhe nuk i kanë respektuar urdhrat e tij. Ata i kanë konsumuar të mirat dhe kënaqësitë e tyre në dynja, kështu për ai ret u ka mbetur vetëm zjarri i xhehenemit. Kur erdhi rrata për të kaluar siratin, ata nuk e kaluan dot, por ranë në humner, pasi veprat e tyre të zeza u agërsuan rrugën. Siç thotë profeti alayhis salam, rënja nga ura e siratit do të vazhdojë për 70 vite, derisa të arrijë poshtë në zjarrin e xhehenemit. Gjatë rënjes, atij do t'i kujtohet jeta e kësaj bote, kur nuk u avinte veshin këshillave. Atij i kujtohen veprat e liga që vepronte, pa pyetur nëse e vështron Zoti i Madhëruar. Njëherë profeti alayhis salam bashkë me shokët e tij e dëgjuan një zë të çuditshëm, sikur një gur u përplas me forcë për tokë. Profeti alayhis salam u tha shokëve: "Ai ishte një gur që për 70 vjet binte në humnerën e xhehenemit, tani arriti në fundin e zjarrit." Dietarët kanë debatuar mbi faktin se pse duhet të bjerë për 70 vite dhe pse kjo shifër. Ata thonë se numri 70 është mesatarja e jetës së njeriut mbi tokë. Një njeri i tillë do të vazhdojë të udhtojë nëpër nivelet e xhehenemit derisa të arrijë tek vendi që i është caktuar për të ndëshkuar. Thotë Zoti në Kur'an: "Do të thuhet,
Kapeni dhe lidheni në pranga, Surja Haka 30. Rreth këtij ajeti, dietarët musliman thonë: me të marrë këtë urdhër, do të nisen një herazi 10.000 me lek me qëllim që ta tërheqin për në zjarr. Ata janë me lek të zymtë në fytyrë, të ashpër dhe kur nuk I shkelin urdhrat e Zotit të madhëruar. Rrugën për në xhehenem, ky njeri nuk do e bëjë në këmbë, por do të ecë me fytyrë. Kur e dëgjuan këtë, shokët e pyetën profetin alayhis salam se si ishte e mundur që dikush të ecte me fytyrë. Profeti alayhis salam u tha: ai që I bëri të ecin me këmbë, është në gjendje t'i bëjë të ecin dhe me fytyrë. Melekët do I marrin të njerëz me forcë dhe do I tërheqin zvarr. Me të arritur para dyerve të xhehenemit, njerëzit do të mendojnë se tashmë do të shpëtojnë nga ky ankth dhe dënim, por në çast do u hapen dyert e zjarrit dhe do të hidhen brenda. Jo besimtarët do të shtyhen grupe në xhehenem dhe, kur të arrijnë atje, do të hapen dyert e tij dhe rojtarët do t'u thonë atyre: a nuk ju kanë ardhur të dërguar midis jush, të cilët ju lexonin shpalljen e Zotit tuaj e ju të riqnin vërejtjen për takimin e kësaj dite? Mohuesi do të thonë: është e vërtet. E kështu përmbushet fjala e Allahut për dënimin e mohuesve. Surja Zumer 71. E sa I përket atij, veprat e mira të cilit nuk do të rëndojnë në peshore, ai do të ketë si strehim humnerën e xhehenemit. Kush mund të ta shpjegoj ty se ç'është humnera e xhehenemit? Ajo është një zjarr I vrrullshëm. Surja Karja 8:11. Një pjesë nga ata që presin të hidhen në zjarr, duke parë tmerrin e atyre që tashmë janë hedhur, duan të kthehen sërish te melekët, pasi mendojnë se rrahja dhe vuajtjet e tyre do të jenë më të lehta. Por keqbërësit do të njihen sipas shenjave dhe do të kapen për ballukesh dhe për këmbësh. Surja Rahman 41. Ata njihen nga një damk me të cilën janë damkosur në ball, ndërkohë njerëzit e mirë kanë një shenjë tjetër me të cilën tallohen. Ajo është shenja në ball, me të cilën preknin tokën gjatë sejdës dhe namazit. Thotë Zoti në Kuranin famëlart. Në fytyrat e tyre shihen shenjat e sejdës. Surja Fet 29. Kjo shenjë u vendoset banorëve të xhenetit që para se të hyjnë në xhenet me qëllim që të qetësohen dhe mos friksohen. Po ti o vëlla dhe o motër, cilit grupi përket? Përse nuk ndryshon drejtim që tani dhe ti përkasësh grupit të dytë, të cilët do të kenë në ball shenjën e sejdës? Unë të këshilloj që ajetet që flasin për xhenetin në Kuran ti shkruash në një letër dhe këtë letër ta vendosësh në dhomën ku qëndron, në atë të gjumit, në celular dhe në kompjuter. Dhe sa herë ti lexosh, të kujtosh xhenetin dhe të shtohet dëshira për vepra të mira. Në fund, paqja e Zotit qoftë mbi ju.